Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po fillojmë me lejen e Allah tebaraka wa taala me komentimin e surës At-Tahrim. E kjo surë është sura e fundit e xhuzit të 28. Është prej surave medinase, është e 66 në rënditje dhe gjithsej ka 12 ajete. Këtë sura e nis Allah tebaraka wa taala me thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe i thot ja ejuhan nabi, o ti i dërguar. Edhe e qarton. I thot lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Përse po e bën haram në diçka që Allahu ta ka bu halal ty? Pse po e bën të ndalume në diçka që Allahu subhanahu wa taala ta ka leju ty? Për çfarë arsye? Tabtaghi mardata azwajik. Duke dashur me arrit kënaqësinë e grave tuaja. Sa i përket këtij ajeti, përmenden më shumë se sa një shkak i zbritjes. Shkaku i parë i zbritjes është marrëdhënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, marrëdhënia intime me robreshën e tij që ka pas emrin Maria. E që me të ka pas një prej djemëve të tij, i cili ka vdekur shumë i vogël, e që ka pas emrin Ibrahim. Do të thonë që Maria ka qenë ummu Ibrahim, nana e Ibrahimit, djalit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, masaksisht Hafsa dhe Aisha radhiyallahu anha, e kanë xhelozuar atë shumë. Edhe janë bu bashkë kundër saj dhe kanë dashur që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mos me pas marrëdhënie intime me ta. Kjo është shkaku i parë i zbritjes që përmendin dietarët. Shkaku i dytë është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku te gruaja e tij Zeynep radhiyallahu anha, e ka pi një lloj pije, e që ka qenë mjalt. Edhe kanë xhelozuar shumë Aisha dhe Hafsa radhiyallahu anhuma. Edhe janë marrë vesh që kur të vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te njëna prej tyre, ajo mi thonë që, ja Rasulullah, po të vjen pak era e keqe, po njihet një erë e keqe. Kur e kam vrejt erën në qasaj mjaltës, kanë dashur mi thonë që po vret një erë e keqe, për shembull që po del pej gojës, ose diçka ngjashme. Që pak a shumë u lëndu prej qasajna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato kanë dashur me ndalu prej qasaj mjalte, ose me ndalu prej marrëdhënieve intime me bashortën e tij, Marien. E pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është betu në këtë rast se nuk do të ketë marrëdhënie intime me Marien, që ka pas halal kundër robreshës së tij, që i është dhuru, apo edhe ka bu beje, është betu që nuk do të pi, domethënë s'ka më pi më çat mjalt. Ja ka bu haram vetes. Allah azza jall, siç thamë, ka thonë lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Pse po e bën haram atë që Allah ta ka leju? Tabtaghi mardata azwajik. Domethënë për me arrit kënaqësinë e grave tuaja, wallahu ghafurur rahim. Allah është falës i madh, edhe është mëshirues i madh. Edhe kjo aludon që Allah ka falë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë, edhe nëse ka thonë që nuk i afrona mua asaj, e ka bu haram në diçka që është halal në çet kuptim, ose ka thonë se pimo ose nuk e ha mo këtë mjalt, Allah azza jalla ka falë këtë. Në vazhdim na thot qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum. Allah ja u ka bo obligim juve, edhe ja u ka mundësu juve, ju ka tregu çka do të me bo, kur jo betoheni për diçka, edhe pastaj e thani betimin ose doni me thy betimin. Është shpagimi i betimit, e që është i obligueshëm. Wallahu maulakum, Allah është ndihmëtari juaj, wa huwa al-alimul hakim, dhe është i gjithdijshmi edhe ka urtësi të madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto ka pak divergjencë mes dietarëve se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a është betu apo nuk është betu. E thonë ky shpagimi për betim patjetër që është. Nga Allah te bareke wa taala thot në surën Al-Maida, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Nëse bëni bej pa hiri, pa qëllim, Allahu s'ja merr ato për të madhe, as për gabim. Se njëri ka njerë pesh prehis thot vallahi, për shembull. Pasha Allahun. Këta që e thot pa dijeni ose pa qëllim, Allah azza jall nuk e merr pyetje për këtë. Po ata që e thot me zemër,
këtë rast pejgamberi sallallahu ka thonë me zemër. Allah tregon pastaj shpjegimin, thotë fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Do të thonë me i ushqy 10 masakin, dvarfër, me ata që i ushqejnë njerëz familjet e tyre, aw kiswatuhum, apo me i vesh ata 10 dvarfër, aw tahriru raqaba, ose me liru një rob. Ka drejt njeri kur bën bej për diçka që se bën, e pastaj e bën ose don me bu, me shpagu qështu. Mi ushqy 10 varfër, mi vesh 10 varfër, ose me liru një rabë, që në kohën tonë rabë nuk ka. Zgjedh me këtyn e trijave. Nëse nuk mundet as njënën për këtyne s'ka mundësi, femel lem jegjid, Allah thot kush nuk ka mundësi, këto nuk mundet, për shembull, me i ushqy 10 varfër, ose me i vesh ata, ose me liru një rabë, as njënën për këtyne s'mundet, fa siyamu 3 ayyam. Atër do të ma agjeru 3 ditë. Të na është, do më thonë, e përhapun që njeri si të bëmbej për diçka, pastaj e them betimin që do të me agjeru 3 ditë. E që nuk është sakt. I ka 3 opsione përpara që do të me zgjedh njënën prej tyre. Nëse s'mundet as njënën, atëherë delte agjerimi 3 ditëve. Kjo është nëse bën betohet njëri, bëmbej, dhe tani e thënë. E do dietar kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtu nuk është betu, po e ka bo haram diçka që Allah ja ka bo halal. E kanë thonë shpagimi i kësaj është, kefareti i kësaj është njëjtë sikur shpagimi i betimit. Po prapë se prapë, kur të këshyrë është shpagimi i njëjtë. Pastaj, thot Allahu Jalla Jalaluhu, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. I ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hafsës, gruas tij, që ja ka bu haram vetës mjaltën ose marrëdhënien intime me marrjen. Edhe i ka thonë që mos më shpërnda lajmin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njënës për grave tij, që thot Allahu Azza që është për qëllim Hafsa, që i ka Omerit radhiyallahu anhu. Kësaj ka tregu, domethënë, edhe i ka thonë që mos e përhap këtë lajm. Ty po të kallëzoj veç, edhe u betu para saj që nuk i bën më këto sene për shembull. Falamma nabba'at bihi, e pastaj Hafsa i ka tregu Aishës radhiyallahu anha, gruas tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa adhharahu Allahu alayhi. Allah ja ka mundsu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kuptu përmes shpallës që Hafsa i ka tregu për çat sekret që ke pasti me të, ka tregu Aishës. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ka shku te Aisha, ka shku te Hafsa radhiyallahu anha, edhe i ka tregu diçka prej fjalëve të saj që ka thonë Aishës, sa të tjera s'ja ka tregu. Po më rëndësia ka bo me dije që unë e kom kuptu që ti e ke përhap sekretin tënd. Ja ke tregu Aishës radhiyallahu anha. Falamma nabba'aha bih, kur i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajo thot, qalet man anba'aka bihadha. Kush ja Rasulullah ta ka tregu këta? Tash kjo ka xhelozu, ka thonë mos Aisha radhiyallahu anha i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Hafsa ja ka zbulu sekretin. I ka thonë kush të ka tregu? Ka pritë që thot Aisha radhiyallahu anha. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë qala nabba'ani al-alimul khabir. I gjithdijshmi Allah azza jalla, i cili është më i informuar, i din krejt senet hollësisht. Allah te bareke ve teala i ka tregu. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala i drejtohet Aishës radhiyallahu anha edhe Hafsës radhiyallahu anha dhe ju thot: in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Ju thot që nëse pendoni te Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah ja u pranon pendimin për këtë që keni bu. Nga se zemrat tuaja, thot Allah azza jall, kanë anu të diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urry. Këto sene që keni bu ju, Hafsa që i ka kallzu Aishës radhiyallahu anha, që kanë dashur këto tani, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos më hangër çat mjalt ose mos më ofru robreshës Maria. Këto, domethënë, si ka pëlqyer pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, po inkon të urryme për ta. Wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihu al-mu'minin. Pastaj Allah tregon që nëse ju dyja të vazhdoni me lëndu pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam me kërkesa ngjashme ose me fjalë ngjashme ose me ja përhap sekretet e kështu me radhë, atëherë le të dinë që Allah subhanahu wa ta'ala është ndihmëtari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç Allahut është edhe Xhibrili alayhi salam dhe besimtarët e mirë. Përveç këtyne edhe krejt melekët e tjerë janë ndihmëtar të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vazhdim thotë asa rabbuhu in tallaqakunna
e yubdilahu azwajan khayran minkun. Ndodh që nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju shkurarzon juve, Aishën edhe Hafsën radhiyallahu anhuma në këtë rast, po edhe gratë të tjera në përgjithësi, në raste të tjera për shembull, atëherë Allah azza wa jall ja ndran ato me disa gra tjera që janë më të mira se sa jo, i drejtohet grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i përmend disa cilësi të këtyre grave të mira. Thot muslimatin mu'minatin qanitat. Ato kanë me qenë muslimane, që i nënshtrohen Allah subhanahu wa ta'ala në të jashtmen. Po kanë me qenë edhe besimtare, që i besojnë Allah azza wa jall në brendshmën. Edhe kanë ju bindë Allah te bareke wa ta'ala gjithmonë në urdhrat e tij. Taibatin abidat, kanë pas edhe këto cilësi, e që janë do të pendohen ato gra shumë te Allah te bareke wa ta'ala, edhe do ta adhurojnë atë me përkushtim. Saihat do të garojnë në punë të mira, kanë me bë punë të mira edhe s'kan me pritu hiç, siç janë hijreti në rrugën e Allahut azza wa jall, siç është agjerimi, këto janë përmend të kjo ajet. Përgjithësi kanë me shpejtu në vepra të mira që kënaqin Allahun xhalla xhelaluhu. Thayyibatin wa abkara. Dhe do të ketë për atyre grave që i ndran Allahu azza wa jall me juve, gra që janë të virgjëra edhe që nuk janë të virgjëra. Po kjo pastaj s'ka ndodhur. Po Allah i ka treguar që nëse ju vazhdoni kështu, Allahu azza wa jall mundet juve më ndru edhe më jap pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gra hala më të mira. Sa i përket këtu virgjërisë që është përmend, vlen se që prej grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas të virgjë që u martu me të duke qenë virgjë vetëm një. Që është Aisha radhiyallahu anha e bija Abu Bakrit radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe vlen të përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gruat parë ka pas Khadijën radhiyallahu anha, e sa u koni martu me të nuk u martu me asnjë gru tjetër. Derisa ka vdek Khadija radhiyallahu anha, masanena ka prit një kohë, masane u martu me gratë të tjera. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj thret Allahu te bareke wa taala besimtarët me thirrjen e bukur të imanit, ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Edhe ju urdhron me një urdhër madhështor, tepër të madh, tepër me rëndësi, dhe ju thot qu anfusakum wa ahlikum nara. Ruajini veten tuaj dhe familjen tuaj, ata që i keni, që Allah azza wa jalla u ka caktuar me i rujt, e që janë gruaja dhe fëmijët, ruajnë veten edhe këta prej zjarrit të xhehenamit. Si thot Allah te bareke wa taala në surën Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Urdhroj familjarët e tu me fal namazin, edhe bë sabër në këtë punë, gjithë namaz. Ju bind Allah te bareke wa taala, la nas'aluka rizqa, nas kërkojmë prej teje furnizim. Nahnu narzuquk, na të furnizojmë ty, wal aqibatu lit taqwa, e përfundimi i mirë është për ata njerëz të cilët janë të devotshëm. Waquduha an-nas wal hijara. Allah tregon që ky zjarr për i cili do të më rujt veten dhe familjen tona, lën ndjek se këtij zjarr janë njerëzit edhe gurt. Thot Allah te bareke wa taala në surën Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Jo besimtarë dhe e gjithë ajo çka po adhuroni përveç Allahut, që janë idhujt ose njerëz që kanë qef tjerë me adhuru ata. Jo, dhe krejt këta jeni hasabu jahannam, antum laha waridun. Ju jeni lëndjekse xhehenamit, Allah na rujt. Edhe ju jeni në xhehenam. Kur flet për këtë zjarr, na tregon se në të ka disa melek. Alejha malaikatun ghiladun shidad. Në të ka melek të tmerrshëm, angjëj të tmerrshëm e të ashpër, të cilët la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun, të cilët i bindën Allah te bareke wa taala në çdo urdhër, çka do që urdhron ata i bindën më njëherë. Edhe nuk i bën gjuna. S'ka mundsi Allah te bareke wa taala me urdhëru dikon pe melekëve me bënë një ibadet ata mos e bëjnë. Nuk janë sikur njerëz. La ya'sun Allah ma amarahum, kur nuk tregon kryenes ndaj Allahut, wa yaf'alun ma yu'marun, edhe bën i bindën Allahut, e bën çdo sen që ai urdhron me to. Pastaj vjen një thirrje e cila është shumë ndryshe se sa thira që na mësuan ne, ja ejuhalladhina amanu, Allah i thret besimtarët tepër shumë këtë libër fisnik. Po është një thirrje që Allah i thirr jo besimtarët vetëm një herë. Ja ejuhalladhina kafaru, këtë në surën At-Tahrim. Është vetëm një thirrje. O ju të cilët keni mohuar.
La ta'tadhiru al-yawm. As mos provoni që sot me u arsyetu. Me dalë për Allah te bareke ve teala edhe me shfaqsu veten. S'ka mundsi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ju do të shpërblejeni vetëm atë të cilën e keni vepruar. Jo me diçka tjetër. Në ajetin vim, pastaj thirr besimtarët. Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, edhe i urdhron me një urdhër që është padyshim se gjithmonë i dobishëm për ta. Tubu ila Allahi taubatan nasuhan. Pendoni tek Allahu subhanahu wa ta'ala me një pendim të sinqert. Në pendimi i sinqert i ka disa kushte që me pranu Allah te baraka wa ta'ala. E para është me pas sinqeritet në pendim. Me bo pendimin me ikhlas, me sinqeritet. E dyta me bo istikfar, me thonë astaghfirullahu wa atubu ilayh. Me thonë edhe me gjuhë. Treta është vendosshmëria që njeri mos më u kthy në gjuna. Me vendos që unë po e lo këtë gjuna, edhe nuk kthejnë në ta. Mas pari me lonë gjunajnë, tani me vendos që nuk kthejet në ta. Gjithashtu është edhe keqardhja. Me një njeri keqardhje që ka ra në gjuna. Kur një keqardhje, e lën gjunajnë edhe vendos mos me ra mund ta. Që atëherë ju ka afru të ubes sinqert. Po ashtu është që tjetë në kohën kur lejot ajo të ube. Ka se ka kohë dim që kur vjen vdekja dhe shën njeri me lekun e vdekjes të jardhë, mu nuk i pranohet. Të ube abadi hava. E dina Firauni që ka bu të ube, pak pa i dalë shpirti, po Allah te bareke ve teala nuk ja ka pranu. Po ashtu edhe për njerëz cilët jetojnë në kohën e fundit, e për cilët nuk vlen të ubeja, kur të lind dielli nga perëndimi. Edhe gjithashtu nëse ai gjuna ka të bëjë me hak të muslimanëve, hak të njerëzve tjerë, do të që ata njerëz m'ja bo halal. Ose m'ja kthy ai çat hak që ka marrë për ty, nëse Allah na rrit ka vjedh, m'ja kthy atë që ka vjedh. Ose nëse ka fol për nderin e dikujt, më shku me kërku halallak edhe me fol tash mirë për ta, tash tutje. Këto domethënë janë kushtet e pendimit, që do të më përmbush për më pranu pendimit të Allahut te baraka wa taala. Ata njerëz të cilët pendohen me këtë pendim, Allah thot për ta, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, patjetër që Allah ja fal gjunat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, edhe i fut në xhenetin kopshte, poshtë të cilave rrjedhin lumenjt. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu. Kjo është dita kur Allah subhanahu wa ta'ala nuk e poshtron të dërguarin e tij as besimtarët të cilët kanë besuar bashkë me të. Dita kur Allah azza wa jall i ngrit besimtarët edhe ju jep prej mirësive të mëdha ditën e gjykimit. E që e kanë gjendjen krej ndryshën e munafikt, e që kena përmen kër e kena shpjegu surën El-Hadid. Thot Allah te bareke ve teala, yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ditën kur munafiqët, hipokritët edhe hipokritët i thojnë atyre të cilët kanë besu, prit nani neve në ditën e gjykimit, që marrë bashkë me ta. Se besimtarët bojnë në urë, këta s'bojnë urë. Unë dhoruna, prit nani neve. Në këtë bis minurikum, që me marrë na pej nurit juve, pej dritës juve edhe me ardhë me juve në gjenet. Qa e thëmë besimtarët? Qila rgji'u wara'akum, ke i thuat atyre, këthauni për mas, faltamisu nura, edhe këshër gjeni nur. Kena thonë që kjo është si lloj mashtrimi për ta, se ata i kanë mashtru besimtarët në këtë dynja, janë shfaq para tyre që janë besimtar, edhe këta tash i mashtrojnë subhanallahu ditën e gjykimit. Thonë, kthehuni për mas, qila rgji'u wara'akum faltamisu nura. Edhe vazhdimi i ajetit të cilën e kena shpjeguar në surën Al-Hadid. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Nuri këtyre besimtarëve është shumë i madh, edhe ju prin nga ana e djathtë edhe përpara tyre, nga si marrin librat e veprave me dorën e djathtë. Yaquluna rabbana, edhe në ato momente lusin Allahun azza wa jalla, thonë o Zoti ynë, atmim lana nurana, plotësona neve këtë dritë, mundsona që me këtë dritë përmes saj drite me hinë xhenet. Waghfir lana, dhe falna neve, mbulana neve gabimet që i kena bo. Innaka ala kulli shay'in qadir, nga se ti je i plot fuqishëm për çdo gjë. Pastaj e thirr Allah te bareke ve teala pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja ayuhan nabi, o ti pejgamber, jahidil kuffara wal munafiqin. Luftojti mohuesit, që është për qëllim në atë kohë me shpatë, edhe hipokritët
dhe që është për qëllim me gojë, me fjalë. Ka se na e din që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam munafik nuk i ka luftuar me shpata. Hadithin e transmeton Buhariu prej Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili tregon rastin e Abdullah ibn Ubay ibn Salulit, i cili ka thonë la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. La in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Na që jena matë në altit, kena mi qitë për Medinës, kur të kthejmë, këta që jenë matë ultit. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur i kanë thonë, ja Rasulullah, pse nuk po e vran, për shembull, Omeri, për shembull, kur ka dashur me vrap Abdullah ibn Ubay ibn Salulin, ose Muadhi, ose shokët e tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, la yatahaddathu an-nasu annahu kana yaqtulu ashabahu. Nuk po e bojnë këto për shkak që mos me fol njerëz që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i vran shokët e vet. Për këtë arsye nuk i ka vrarë. Edhe i ka luftuar me gojë dhe ja u ka ngrit argumentin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Waghlud alaihim, dhe tregohu i ashpër me ta, se njerin luft, pa dyshim që tregohet i ashpër. Wa ma'wahum jahannam, dhe vendi i tyre i fundit është ferri, wa bi'sal masir, dhe sa vend i kthimit i keq është ky. Pastaj dy ajetet në vem apo 3 Allah flet dhe na bën disa shembuj për besimtarët edhe për jo besimtarët. Dhe na tregon që besimtarët nuk mundin me ju bë dobi ditën e gjykimit jo besimtarëve, veç pse kanë pas lidhje për shembull familjare me ta. Darab Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ka pru Allahu xhalla xhelaluhu si shembull për neve në këtë Kur'an për ata të cilët kanë mohu. Kanë ka pru shembull gruan e Nuhut alayhis salam dhe gruan e Lutit alayhis salam. Dy gra, dy pejgamberëve të mëdhej. Kanata tahta 'abdayn min ibadina salihin, të cilat kanë qenë gra të dy prej robërve tonë të mirë, thot Allahu azza xal. Prej robëve më të mirë të Allahut, pejgamber. Këto e kanë gra tyne. Fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. E këto dyat i kanë tradhtu burrat e tyre. I kanë tradhtu jo në tradhin që njerëzve i shkon mendja, por kanë tradhtu në fe. Në manetin që ka jep Allah te bareke ve teala, ato i dashur më kon ndihmtarët më të mëdha të pejgamberëve, se gratë të tyre, sikur që kon Khadija radhiyallahu anha, ndihmtarja më e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe gratë e tij masani, Aisha radhiyallahu anha, pe sahabive që ka transmetuar më shumë të hadithe pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këto i kanë tradhtuar në fe. Po dy burrat e tyre, Nuhu dhe Luti alayhim assalam, nuk i kanë botët Allah azza xal san hajra tyre. S'mund më ndihmon ditën e gjykimit. Wa qila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin, dhe ju thuat atyre dyjave, hyni në zjarr me njerëzit e tjerë të cilët do të hyjnë në të. E sa i përket kësaj tradhtisë të kufrit edhe të pengimit nga davetja apo thira në rrugën e Allahut azza xal, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tregon se ka tradhtu gruaja e Nuhut alayhi salam Nuhun, edhe se ka tradhtu gruaja e Lutit alayhi salam Lutin alayhi salam. Dhe thotë që gruaja e Nuhut ka thonë që ai është i çmendur, e ka përhap këtë në mesin e njerëzve. Që burri i saj pejgamberi Allahut azza xal Nuhu alayhi salam është i çmendur. Edhe gjithashtu kur ka besu dikush prej popullit, edhe u bë me Nuhun alayhi salam, kjo ka shku te njerëz kufar të mëdhej, mosbesimtar të mëdhej, edhe ju ka tregu që dikush e ka pranuar Islamin, dikush u bë me të Nuhun alayhis salam. Ndërsa tradhtia e gruas Lutit që ka bu Lutit është që kur Lutit alayhis salam i kanë ardhur mysafirt, edhe është i përmendur në rast që kena bu tefsir, kur i vinë mysafirt prej melekëve, ajo ju ka tregu njerëzve, popullit vetë që kanë bu marrëdhënie intime burrat me burra, e kanë pas këtë gjunat madh, ju ka tregu që Luti alayhis salam ka mysafir, që me ardha ata dhe me umunu me bo marrëdhënie intime, Allah na rujt me ata mysafir, me ata burra që kanë ardhur Luti alayhi salam. Kështu që këto janë tradhti të mëdha në fe, që kanë bu këto gra burrave të vet. Allah azza xal ka treguar që këta burra nuk mundin më u bë dobi sen ditën e gjykimit, atë që këto kanë më hinë zjarr. Pastaj bën një shembull për një grup besimtare, dhe thotë wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'at fir'aun. Ka pru si shembull gruan e Firaunit, Asia bintu Muzahim ka pas emrin. Radiyallahu anha, Allah qoftë i kënaqur me ta, e cila ka thonë idh qalet rabbi ibni li indaka baytan fil janna, o Zoti im, më ndërto mua një shtëpi, s'ka thonë te ti, s'ka thonë xhenet, te ti, po ka thonë te ti në xhenet.
qatë shumë që ka pas mall me taku Allahun azza wa jall, se ka jetuar në një vend që ka pas në të tepër shumë zullom edhe tepër kufër. Burri i saj ka thonë ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Ka pretenduar që është Zot dhe që meriton të adhurohet, Allahu na ruaj. E kjo ka thonë Rabbi ibni li indaka baytan fil janna. Ma ndërtoja Rabb te ti një shtëpi në xhennet. Mas pari ka thonë te te o Allah një shtëpi në xhennet. Wa najjini min fir'aun, dhe më shpëto mua nga Fir'auni, wa amalihi, dhe puna e tij e keqe dhe ndytë dhe e kot, nga shirku i tij dhe kufri i tij. Wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin, dhe më shpëto mua nga këta njerëz dhe ky popull që janë zullumçar. Dhe në ajetin e fundit të kësaj sureje, Allah te bareke ve teala e bën edhe shembullin e Mariamës radhiyallahu anha, e cila ka qenë e bija e Imranit. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. E ka pru shembullin e saj për besimtarët, dhe thotë se ajo e ka ruajtur nderin e saj në mënyrën më të mirë, në mënyrën më dinjitoze. Fanafakhna fihi min ruhina, pastaj Allah xhalla wa ala e ka urdhëruar Xhibrilin alayhi salam që me fry një shpirt në ta, edhe me meta jashtë ta xon me Isën alayhi salam pa babë. Cili kon njeri që ka lind veç prej nanës. Allah azza xhall kështu ka urdhëruar me ta xon me Isën alayhi salam, po pa babë. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha, lafdrana ta dhe thotë që ajo ka besu legjislacionet e Allahut, e ka besu kaderin e tij, e ka besu djalin e vet Isën alayhi salam si pejgamber. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, po edhe librat që i ka shpall Allah te bareke ve teala, Teuratin edhe Injilin, i ka besu si librat vërtet të Allahut te bareke ve teala. Wa kanat min al-qanitin, dhe ka qenë për njerëzve të devotshëm, të cilët vazhdimisht ju kanë bind urdhërave të Allahut te bareke ve teala. Me kaq përfundon tafsiri i surës At-Tahrim, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.